Përse agjerojnë muslimanët? Agjerimi është një ndër 5 shtyllat e Islamit. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjerimi, ashtu siç ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të ruheni prej zjarrit." Sure El-Bekare 183. Muaji i Ramazanit, në të cilin zbriti Kurani, udhëzim për njerëzit, sqaruesi rrugës së drejtë dhe dalluesi saj nga rruga e shtrembër. Çdo që e gjen ky muaj, le ta agjerojë atë. Sure El-Bekare 185. Pra edhe popujt e mëparshëm kanë agjeruar. Çfarë përfshin agjerimi për Ramazan? Agjerimi i Ramazanit përfshin ndërprerjen e të ngrënit, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi deri në perëndim të diellit. Praktikuesit mund të angazhohen në të gjitha këto veprime pasi të prishet agjerimi dhe të rifillojnë agjerimin në agimin tjetër. Cikli vazhdon për një muaj të tërë. Agjerimi është një nga shtyllat më të respektuara të Islamit, ku 70-80% e muslimanëve e praktikojnë atë. Prindërit i inkurajojnë fëmijët e tyre që nga mosha 10 vjeçare që të agjerojnë gjysmëdite për t'i kurrëzuar agjerimin. Ka përjashtime. Udhëtarët, të moshuarit, të sëmurët, 7 zënat dhe nënat gjithëdhënëse përjashtohen nga agjerimi me kusht që të plotësojnë ditët e munguara në një kohë të përshtatshme pas Ramazanit. Të moshuarit edhe të sëmurët kronik kompensojnë ditët e pa agjëruara duke bërë një donacion të vogël për bamirësi për çdo ditë, nëse kanë mundësi. Duke qenë se agjerimi është nga agimi deri në perëndim të diellit, kozgjatja e kohës së agjerimit ndryshon në varësi të stinës dhe vendit ku ndodhet një musliman në botë. Pra në rajoneve polare, agjerimi mund të jetë pothuajse 22 orë në verë ose vetëm disa orë në dimër. Rëndësia shpirtërore dhe përfitimet e agjerimit të Ramazanit. Ajo që disave mund t'i duket një sprove vetë shkatëruar, ka kuptim të thellë për qeniet njerëzore dhe Zotin, dhe marrëdhënien e tyre reciproke. Zoti shfaq për sosmërinë e zotërisë, hirit edhe mëshirës, duke e bërë sipërfaqen e kësaj toke një tryezë bekimi dhe duke vendosur të gjitha llojet e ushqimit në atë tryezë për çdo krijesë që të gëzojë. Në Ramazan besimtarët tregojnë një akt kolektiv adhurimi në prani të mëshirës së fuqishme dhe universale, ndërsa presin ftesën hyjnore në tryezën e bekimeve në kohën e prishjes së agjerimit. Ndërsa toka rrotullohet rreth boshtit të saj, afati kohor i ngazëllyer përsëritet në mënyrë të vazhdueshme për të gjithë muajin. Shumë njerëz harrojnë faktin se Zoti është burimi i të gjithë furnizimit, ndërsa falenderojnë me lehtësi agjentët e shpërndarjes, ata harrojnë të kujtojnë edhe falenderojnë Zotin, si ai që në fund i plotson të gjitha nevojat e tyre. Zoti pret çmimin e falenderimit për furnizimin që ka dhënë. Falenderimi i vërtet është të dish se i gjithë furnizimi vjen drejt për drejt nga Zoti, për të pranuar vlerën e tij dhe për të ndjerë nevojën dhe varësinë tonë nga ai furnizim. Një agjerues e ndjen fizikisht vlerën dhe nevojën e tij për ushqimin bazë kur përjeton dhëmbjet e urisë dhe etjes. Meqense një besimtar agjeron për hir të Zotit, ata pranojnë se furnizimi, i cili mund të merret si i mirëqen, në fakt vjen nga Zoti. Prandaj, agjerimi në traditën islame është mënyra më e mirë për të treguar një falënderim të vërtetë dhe të sinqertë. Agjerimi zbut dëshirat, ushtrimi i vazhdueshëm i vullnetit për të mos ngrënë, pirë apo për të pasur marrëdhënie seksuale, dërgon një mesazh të fortë se është vullneti njerëzor, pra shpirti, që është në kontroll. Agjerimi nuk ka të bëjë vetëm me të qenit i uritur ose i etur, por gjithashtu është të luftosh për të frenuar sjellje të tjera të dëmshme. Prandaj përfitimi themelor shpirtëror i agjerimit është ushtrimi i vullnetit dhe arritja e vetkontrollit, thelbësore për suksesin në çdo pjesë të jetës. Festimet e Bajramit në fund të Ramazanit. Agjerimi ka përfitime të tjera personale dhe sociale. Nëpërmjet agjerimit, të pasurit e dinë se çfarë do të thotë të jesh i uritur. Prandaj të pasurit do të jenë më të prirur për të dhënë sadaka kur të agjerojnë. Lëmosha vjetore islame, zekati, zakonisht paguhet në Ramazan. Muslimanët shpesh ftojnë miqtë dhe anëtarët e familjes që të bashkohen në kremtimin e darkave, iftaret. Të pasurit organizojnë darka për të varfrit. Në dekadat e fundit, pakicat muslimane në vendet perëndimore kanë filluar të ftojnë miqtë e tyre jo musliman në darka iftari. Organizatat muslimane kanë darka vjetore për iftar për bashkëpunëtorët dhe mbështetësit e tyre. Në Australi, kryeministri i NSE-s,
Për shembull, ka mbajtur darka iftari për anëtarët e komunitetit musliman dhe udhëheqësit e tjerë të besimit që nga viti 2004. Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë mbajtur gjithashtu darka iftari në shtëpinë e bardhë. Ramazani është kthyer në një ngjarje kulturore për të gjithë. Ramazani kulmon me një festë 3 ditore, Eid al-Fitr, ku muslimanët bëjnë një lutje të veçantë në mëngjes, më pas vizitojnë familjen edhe miqt. Bamirësia e quajtur Fitr u jepet të varfërve për të siguruar që askush të mos mbetet jashtë festimeve dhe gëzimit të suksesit që vjen me agjerimin. Transmeton Albeu. Agjerimi i Ramazanit të rrit devotshmërinë dhe të ofron me krijuesin, të largon nga mëkatet, të bën të matur, të duruar dhe kontrollues ndaj zemrimit. Agjerimi i Ramazanit ju pastron trupin nga toksinat, si dhe ka dobi të mëdha shëndetësore, madje luan rol në parandalimin e shumë sëmundjeve. Duhet të agjerosh sepse agjerimi është pastrim edhe qetësim për shpirtin. Agjerimi të bën bujar dhe falenderues. Agjerimi të ndryshon jetën. Gjatë agjerimit, lutjet pranohen. Mos e humb këtë mirësi.